Hej, përshëndetje të nderuar miq, ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tyrona Lilin për të bërë në fakt një komentim që mua më ka rënë në sy kjo gjëja, edhe dëshiroja ta ndaj mendimin tim me ju dhe të marr mendim nga ju pse ndodhen kjo gjë. Tani, unë kam bërë disa analiza, kam bërë disa hulumtime personalisht kështu vetë, duke qëndruar një natë në dhomën time të gjumit, po hulumtoja përse mendoja unë dhe vrisja mendjen përse Ledioni ka hequr nga Instagrami Gjestin, Eglin, Danjën, le të themi të gjithë banorët e Big Brother VIP Albania 4 dhe në anën tjetër ruhet një miqësi shumë e mirë me banorët e mëhershëm. Tani, Ledioni ose Top Channel më nuk punson në televizionin e tyre banor nga ky Big Brother për të nisë rrugtime mediatike, artistike, moderimi etj në Top Channel, ose ka krijuar një besim dhe kanë krijuar një relacion shoqëror midis ish banorëve dhe televizionit të tyre. Këtu ka një mes. Po të shikoni me detaje, Sara Hoxha ka qenë prezente në ditëlindjen e Luna Maris. Një ditëlindje spektakolare, shumë e bukur që erdhi me shumë dashuri, u komentua shumë nga fansat. Sara ishte prezente në këtë ditëlindje, me të gjithë gocat e tjera, me stafin, domethënë Sara dhe Kiara kanë krijuar një shoqëri shumë të mirë mes njëra tjetrës. Por edhe në anën tjetër, Ledioni nuk e ka hequr Luizin dhe vazhdon të ndjekun Luizin në Instagram. Ilnisa Agolin me patjetër sepse është e punësuar në Top Channel, u jepen hapësirë ish banorëve Sara Gjordenit të jetë pjesë e Top Channel, domethënë duke u udhëhequr emisione të ndryshme, ndërsa këtyre banorëve të këtij viti, pa marrë parasysh kushdo qofshin, Gerta Gixhari ka qenë e ftuar Gerta, domethënë e vetmja Gerta deri diku që ftohet edhe Valbona në për emisione. Valbona është po këtë të diel në Mos e gjuaj me top tek Ronaldo Sharka dhe tek Eriola Doçi në emision, po pikërisht do me thënë po shoh një lloj ndryshimi që po ndodhen. Dhe përse Ledioni preferoi që të heqë nga Instagrami Gjestin, hoqi nga Instagrami Eglin, një çift që ne e themi që është çift, dhe në anën tjetër po mban në Instagram Luizin edhe Kiarën. Çfarë e lidhen Ledionin? Mos vallësh kjo besueshmëria dhe serioziteti që Luizi dhe Kiara treguan në marrëdhënien e tyre, në jetën e tyre, në përditshmërinë e tyre, që janë një çift i cili punojnë, veprojnë dhe sjellin projekte të bukura në televizionin Top Channel, apo thjesht Ledioni ka mbyllur më çdo derë me Gjestin edhe me Eglin, edhe nuk dëshiron të vazhdon drejt rrugtimit me ato. Çuditërisht edhe Gjesti e fshiu fotografitë e Big Brotherit, edhe Gjesti e hoqi Big Brotherin nga përshkrimi në Instagram, do me thënë ndodhen shumë ndryshime, ndodhen shumë situata që në këtë rast mes Gjestit edhe Ledionit, por njëkohësisht edhe Luizit, po ndodhe një diçka interesante. Dua të marr mendimin tuaj përse Ledioni dhe Sara ruajnë më shumë marrëdhënien me Luizin edhe Kiarën se sa me Gjestin edhe Eglin. Ju lutem më shkruani në koment për këtë temë që nuk e ka prek askush, por unë thjesht doja të jap një mendimin tim, sepse mendoj që mes Luizit edhe Kiarës mund të kenë më shumë besim dhe u duket një marrëdhënie më e qëndrueshme, ndërsa mes Eglit edhe Gjestit mund të duket një marrëdhënie kaluese dhe ndoshta edhe mund të jenë prekur nga veprimet e fundit që vetë Gjesti bëri në Instagram.